Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka vendosur përkohësisht të lejojë vazhdimin e shpërndarjes së pilulës së abortit përmes telemjekësisë dhe postës, duke bllokuar një vendim të mëparshëm të gjykatës së apelit. Vendimi i Gjykatës Supreme mban në fuqi rregullat e Administratës Amerikane të Ushqimit dhe Barnave, ose FDA, të miratuar në vitin 2023, të cilat zgjeruan aksesin ndaj ilaçit mifepristone. Mifepristone është një nga dy medikamentet që përdoren në shumicën e aborteve medikamentoze në SBA dhe përdoret zakonisht gjatë 10 javëve të para të shtatzanisë. Abortet me medikamente përbëjnë rreth 2/3 e ndërprerjeve të shtatzanisë në vend. Vendimi i Gjykatës Supreme erdhi pasi një gjykatë apeli kishte rikthyer rregullat e vjetra që kërkonin vizitë fizike te mjeku për marrjen e ilaçit. Padia u ngrit nga shteti i Luizianës, i drejtuar nga republikanët, që argumenton se FDA ka shpërfillur rreziqet për shëndetin dhe ka vepruar në mënyrë të paligjshme kur lejoi shpërndarjen e pilulës me postë. Nga ana tjetër, FDA këmbgul se mifepristone është i sigurt dhe efektiv kur përdoret sipas udhëzimeve mjekësore. Vendimi i Gjykatës Supreme nuk është përfundimtar, pasi betejë ligjore vazhdon. Megjithatë, organizatat që mbrojnë të drejtat e abortit e konsiderojnë këtë një fitore të rëndësishme, sidomos pas vendimit historik të vitit 2022, kur Gjykata Supreme hoqi mbrojtjen kushtetuese të abortit në nivel kombëtar. Dy gjyqtarë konservator, Samuel Alito dhe Clarence Thomas, votuan kundër vendimit.